Po presim besoj më të mirën se qytetarët jenë lodhë me do pak nësi. Mirë shumë, do të me këtë obligimin, mirë, palu. Ja, diçka s'ka kur gjë tjetër është në rregull. Pritëm ma mirë se këto që jenë konë. Mirë shumë, jo, s'pat kur gjë mirë. Qa kemi prit gjithë e kur s'ka orë, ndryshim, po s'po vjen kur mirë s'po bëhet, po me gjithate duhet me kryu obligimin qytetar. Procesi ka shku shumë mirë dhe shumë letë. Ma letë mos di qysh. Po presim besoj më të mirën se qytetarët jenë lodhë me do pak nësi që kanë preokupu qytetin. Për shembull, lirimin e komunikacionit e ndosane tjera që janë për shembull në për qytet rrugte, ku ta dione sholla, çaj që tani na i rregullon se jena lodhë. Besoj që do të ndryshohet gjendja në Kosovë, edhe në Prishtinë.